Janë asfaltuar 5.8 kilometrat e para të rrugës kufitare që nis nga fshati Çerenece deri në Viçisht. Për të parë nga afër përfundimin e këtij investimi ishte vetë kryetaria e Bashkisë Bulqisë, Festime Mjeshtri. Gjatë fjalës së saj, Mjeshtri tha se asfaltimi i këtyre kilometrave të para të rrugës kufitare zgjidh një problem të kahërshëm të zonës, dhe aktualisht nga ky investim përfitojnë banorët e njësisë administrative Gjoric, por edhe të njësisë Ostrene Trebisht. Atëherë përshëndetje gjithë. Sot jemi mbledhur gjithë këtu për të bërë inaugurimin e kësaj rruge të shumë pritur. Një rrugë mbi 100 vjet që është hapur dhe sot bëhet realitet një segment 5.8 kilometra. Dhe në këtë rrugë përfitojnë 3 njësi administrative. Njësia administrative Gjoric është për momentin, në vazhdimsi është njësia administrative Ostren dhe njësia administrative Trebisht. Dhe unë e them me plot gojen ta gëzoni gjithë këtë rrugë. Është një rrugë e pritur nga gjithë këto banor që kanë qenë skeptik që kjo rrugë nuk do të bëheshte. Por realisht, me nismën e iniciativës së Bashkisë Bulqisë, sot ëndra e gjithë këtyre banorëve është bërë realitet. Ta gëzoni rrugën të gjithë. Mjeshtri shtoi gjithashtu se projekti do të vijojë dhe se deri në fund të këtij mandati do të asfaltohet e gjithë rruga deri në fshatin Klenj të Trebishtit. E di që keni merakët e vazhdimësim të kësaj rrugës, po ne jemi këtu për të punuar dhe gjithë këta projekte do t'i çojmë përpara. Bashkia Bulqisë gjatë këtij mandati do të vazhdojmë vazhdimin e kësaj rrugës deri në Ostren, deri në Klenj. Investimi për sistemin e asfaltimit në rrugës Çerenec-Viçisht ka vlerën e rreth 90 milion lekëve të rinj dhe është financuar nga buxheti i Bashkisë Bulqisë në kuadër të projektit për asfaltimin e rrugëve rurale.